ky mësim, ose neve shikojmë kemi një turmë të madhe që e shoqëronin nga do Jezusin, dhe këtu ishin të përfshirë ta taksamblesit, mëkatar, njerëz, le të themi njerëz pa pozit, farisejnë dhe mësues të ligjit. Në fakt ata ndiqnin Jezusin nga mbrapa si vetëm për të për ta kapur matë në mendjen e tyre. Në debati nis që ndërsa Jezusi i flet turmës, farisejnë fillojnë të murmurisin për moralin e ulët dhe cilësinë e njerëzve që Jezusi shoqëron. Disa vargje, le të themi kyç, ose që do na tërheqin vëmendjen, është vargu 17, ku thuhet: atëherë erdhi në vete dhe tha, kjo shpreha, dhe erdhi në vetë, sa punëtor më ditës të hatit tim u të pron buka, kurse unë po vdes nga uria. Dhe vargu 21, dhe i biri i tha, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Tani kjo është pjesa ku erdhi në vete, e kuptoi që ishte gabim, dhe tashmë do vit që t'i kërkoj Perëndis falur, ose në këtë rast historia e babait. Jezusi po tregon këtë histori dhe dalin në pa dy grupe njerëzish. Një është natyra rebeluese që ngrihet në protestë, rebelohet, dhe që nuk i pëlqejnë rregullat, nuk i pëlqejnë kufizimet. Edhe rebelohet. Dhe do iki, do largohet. Kërkon të marrë çfarë i takon dhe të largohet menjëherë. Në këtë burg, siç ishte djali më i vogël. Pra, duke mos pritur që të marrë çmimin e pasurisë, trashëgimisë që kërkohet, po kërkon të largohet. Një tjetër natyrë është njerëzore, le të themi, ose sjellje, është te ky grup futen të gjithë njerëzit që kanë frikë nga ndëshkimi dhe që i binden rregull. Me përpikmëri. E ke parasysh si ajo checklista, do të thonë që po bëj këtë, e bëra edhe këtë. Dhe duke pritur kur të vi koha që të marrit trashëgimin që meriton, por pa vendosur zemër e dashuri apo respekt tek ai që do ja kaloj këtë trashëgimi. E ndërkohë që Jezusi na prezanton një kategori tjetër, që është dashuria, natyra e dashurisë dhe e faljes. Që këta njerëz nuk e kishin. Nuk e di kush e ka parë filmin të Magjistari i Ozit. Ju kujtohet shumë kohë më përpara. Ishte kjo goca që rebelohet edhe donte që tikte nga shtëpia. E në përpjekje si për shumë kohë u largua dhe përfundoi te ky vendi që ishte plot magji, dhe por që nuk ishte si, le të themi, si botë tjetër. Edhe që të vinte, që të shkthehej në shtëpi, duhej përsëri një lloj magjie. Edhe tek pjesa e parë e këtij filmi shpenzohet të gjithë koha. Pjesa e parë e filmit, një pjesë e mirë, se si të kthehej se si të largohej nga shtëpia. Dhe pjesa e dytë e filmit është se si të vinte në shtëpi. Tani, kjo goca nuk e dinte që kishte magji, kishte fuqi që të mund të kthehej në shtëpi. Afër fundit gjithë filmit, pra gjithë pjesën e dytë të filmit, kjo shpenzon duke u munduar që të kthehej në shtëpi. Edhe zbulon që kjo kishte këto, le të themi, këto takat që veshin gocat me ngjyra të bukura kështu, me çfarë quhen këto më? Qinglamin dhe teramina që janë kështu me xidë. Temina. Edhe kjo e zbuloi që kjo mund të kthehej në shtëpi menjëherë, nëse i përplaste këto këmbët, këpucët 3 herë, edhe do thoshte vetëm kaq. Kur i përplaste këto, nuk ka si shtëpia. Edhe kthehej në shtëpi. Jezusi tani na tregon pikërisht këtë historinë në një djalosh i cili mezi priste të largohej nga shtëpia. Ai bën atë kërkesën egoiste të atit të tij dhe i kërkon që të marrë gjithë trashëgimin ose gjithë pjesën e tij që meriton. Dhe në fakt, sipas ligjit të judenjve, nëse kishte 2 djem, i madhi do të merrte 2/3 e pasurisë, kurse i vogli do të merrte 1/3 e pasurisë. Edhe kjo do të ndodhte vetëm në momentin që babai do të vdiste. Pasi kishte vdekur, fillon edhe të ndahej pasuria. Djali tani i kërkon babait, desha pasurinë time, desha pjesën time. Edhe pra kërkosh këtë lloj gjëje, në të paktën në atë kohë ishte që t'i thojë babait, dëshiroj që ti të vdesësh, që të marr pjesën time. Edhe i kërkon dhe babai ndan. Siç lexuam dhe tek
dhe Bibla, po të shikoni, aty babai jo vetëm që i dha djalit të vogël pasurinë, pjesën e vet, por janë ndalë të madhe dhe aty thuhet që e ndau midis tyre. Pra, çfarë bëri? Duke kërkuar këtë, ai po mendonte që do iki, do largohen, do shkëtoj. Sepse gjithkohës këta njerëz kishin lindur, këta dy çunat kishin lindur tek shtëpia që ishin, edhe gjithë jeta atyre bëhej ishte rreth fermës, rreth punëve, edhe detyrave që babai i tyre i kërkonte që të bënë. Nuk dinin një tjetër. Por siç duket, duke hamencuar neve po themi që ata takonin shokët e tyre dhe një nga shokët mund të kishte dëgjuar ose kishte shkuar në vende tjetër, siç themi neve sot që ikan në Itali, po atje bëhe jetë, në Zvicër ka punë të mirë, në Amerikë ka punë të mirë, në Kanada kështu. Edhe këti filloi po i fluturonte mendja, sa do marr gjithë parat, çfarë s'kam do ikë, do zhdukem. Edhe merr parat, edhe aty thotë mlodhi gjithçka që kishte. Domethënë ka pas goxha, mund të pasur edhe kafsh, që për në një gomare, në një DV ose në një kështu, që atëherë ishin sikur të kishte makina luksoze sot. Shkon atje dhe siç e dim edhe historinë aty në fillim nuk ishte doli keq. Lek kishte, shoku shok, miku mik, dyret i hapeshin e kështu me radhë, nuk kishte ndonjë problem. Edhe tha, po si ka keq? Siç i thoshte babai atij që ore po ikë andaj do të prishën, ata shkojnë vetëm gjithë njerëzit e këshin, ata të përdalur. Çfarë do ti atje të prishësh lek? Po si ka keq? Po do t'i marruan lek. Marruan iku dhe shoqëria, të gjithë ata që ai mendonte se i kishte shok nuk kishin më. Edhe u largu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që u bë trok, pa kokër lekë. Po, nëse ne do të referohemi ligjit judenjve, ata kishin gjëja më e ulët për një person, për një jude ishte të hynte në një ambient derrash, të prekte një derë, e ta hante ishte një lloj sikur ata ishin dënoheshin në fakt, dënoheshin edhe në goditjen e gur nga judenjt. Do vdisin. Edhe ky përfundoi tek derrat. Jo vetëm kaq. Aq keq arriti sa judenjt mendon llogaritën një pak. Judenjt e mendonin ishte ulje, ishte mëkat që ti të prekje derë. Ky po i ushqente derë. Akoma më keq, aq keq arriti sa ky po kërkonte të hante ushqimin e derrave. Aq keq puna, aq ulët. Edhe për faktën për traditën e tyre, për nga vinte, ishte gjëja më e ulët që mund t'i ndodhte. Edhe ky tek vargu 17 që ne lexuam, dhe ai aty vjen në vet. Edhe kuptoi, po nuk ka si shtëpi, sepse aty i kishte të gjitha. Tha, edhe shërbëtorët e mi, nuk ishte më shërbëtor. Shërbëtorët e babait, punëtorët e babait ishin kanë ushqim me bollek, sesa unë. Edhe unë do shkoj atje, e do i them babait që nuk e meritojmë aty quhen biri yt. Por më lejo të më punëso dhe mua, të bëhem pjesë një punëtor aty. Le atje jashtë, s'ka problem. Por më lejo. Edhe ai, siç e dim, ai kthehet në shtëpi dhe ne aty gjen më shumë se sa ai çfarë kërkon. Jo vetëm që atje babai i vet e pranoi, por e bëri përsëri pjesë të familjes. Sepse pa një njerëz të penduar, një njerëz të thyer. Te kjo shëmbëtyr pra, neve pam këto dy natyrat, edhe Jezusi tregon dashurinë dhe faljen. Tani vjen djali i madh. Edhe çka ka ndodhur? Edhe ja tregojnë se çfarë ka ndodhur. Edhe ndërsa e merr vesh se çfarë kishte ndodhur, që vllai ishte kthyer, babai kishte fut brenda. Edhe kur dëgjoi të gjitha këto u acaruaj shumë. Po ta vëmë re që të shkojmë pak nga fundi tek vargu 29, që djali rebelohet, aty thuhet që ai thotë, po mirë thotë. Unë gjithmonë që jam bindur fjalëve, kërkesave të tua, urdhrave të tua, kam bërë çfarë ti ke dëshiruar, ti do vdhej keq të vogël që të festoja me shokët e mi. Çfarë do të thotë te ky vargu? Që ky djali i madhi pra, kishte kërkuar shumë herë t'jati që ne i paket që dalë çik me shoqërinë, të bëni zgarni gjithë vogël kështu. I çika sa për të kryer. Nuk dëshon shumë. Edhe babai që nuk e dha, nuk i ashtu. Ndërkohë që tani dëgjoj të gjitha këto histori dhe që ai është kthyer. Çfarë ndodhi? Ai nuk donte që të hynte në shtëpi. Babai del dhe i thret të hyjë sepse vllai që ishte kthyer ishte i vdekur, por tani ishte gjallë.
Imagjinoni, mund të ketë kaluar shumë kohë, sepse ai do të ketë pasur shumë pasuri, mund të ketë zgjatur 5 vjet, 6 vjet, edhe pa dëgjuar asnjë lloj lajmi që është gjalla, është vdeka, çush apo tek, edhe tani kthehet, babai mund ta ketë konsideruar të vdekur, sepse edhe për atë nuk ka qenë lehtë që djali i tij kërkonte pasurinë përpara se ai të vdiste. Mund ta ketë konsideruar. Por ndërkohë që djali i thot, hajde dhe ti futu brenda. Ore, po si futem unë brenda, i thot vllai, ky djali i madh. Ky që mori gjithë lek, doli i prishi me lloj pisliqesh. Ti më thua mua, hajde ta bëjmë pjesë familjes prap. Edhe mund të ketë thënë këtë, ti ke dhe unë i herë prish dhe unë lek. Edhe po kthehem, edhe pastaj ma bëj edhe mu festën. Por babai i thot, por birë, ti ke qenë edhe je gjithkohës. Çfarë është e imja është e jote. Pra është e jote. Ti s'ke nevojë. Unë s'kam nevojë çfarë të jap ty. Ti tashmë e ke. Vini re pak se do të kthehemi përsëri për të gacmon. Shumë prej nesh janë pjesë tek familja e Perëndis, në mbretërinë e Perëndis, duke marrë Krishtin. Por çfarë ndodh? Në momentin që ti të zë paniku dhe thua jam apo s'jam? Do jem me Zotin apo s'do jem me Zotin? Edhe ky djali mendonte do e marru, trashëgimin se ky erdhi, mushi çantën, iku. Erdhi prapë të mushi çantën tjetër. Ndërkohë që babai i thot, shiko, nuk është ashtu. Edhe Jezusi dëshiron t'i tregojë farisejve që mënyra se çfarë ata kërkonin, se si ata e trajtonin Zotin edhe njerëzit, ishte komplet e gabuar. Juve dini se farisejt thoshin merrnin ligjin, mësimet e ligjit, ato urdhërimet që Perëndia i kishte dhënë, edhe i shtonin ato gjërat e tyre. Edhe ata çfarë thoshin? Shikoni, do vini këtu ju tek unë, tek ne, edhe pastaj ta vendosim ne që të shkoni te Perëndia apo jo. Edhe gjithmonë kjo ishte Jezusi tregon është e gabuar. Ti nuk mund të vendosësh dhe të gjykosh kush shkon te Perëndia apo jo. Ti nuk mund të vendosësh kë fal Perëndia, edhe kë nuk fal Perëndia, sepse këta të dëshironin të bënin, edhe po e bënin gjithkohës. Edhe ndërkohë që Jezusi tregoi këtë histori, jo ata në atë kohë thanë, wow, çfarë histori e bukur. Po ata thanë, ata u mërzitën akoma më shumë, edhe kërkonin akoma më shumë që ta vrisnin Jezus. Ja disa nga mësimet që ne mësojmë ose që marrim nga kjo histori. Të marrësh vendime në zemërim e sipër mund të jetë fatale për jetën tonë. Djali kishte ku të kthehej, sepse nuk kishte ku kthehej. Më falni. Djali kishte ku kthehej edhe pse i mbylli. I kishte të mbyllur aty. Pra, edhe pse kishte një vend, edhe pse i thanë jo. Një mësim tjetër që neve marrim është asnjëherë mos i prish urat me njerëzit. Mali me malin nuk piqet, ndërsa njeriu me njerin piqet. Edhe pse shpesh herë neve kemi thënë, ore me këtë njeriu unë jam si punë e malit, që nuk piqet. Pra, asnjëherë mos prishim ur. Në qoftë se ty nuk të pëlqen diçka të riqur në me paqe, sa ke mundësi. Nuk e di, një nga ato që mund të shikoj mas edhe nuk bie dakord 100%, po unë këto të fitosh të ardhura është aftësi vetë. Gjithashtu, edhe ti kur sesh është sartë vetë. Ky djali, ky pati aftësinë për t'i kërkuar lek. Por nuk e kishte aftësinë që t'i kursen. E keni dëgjuar shpesh që njerëz ose juve dini dhe njihni njerëz që kanë pasur lek të papar. Edhe sot janë trok. Trok. Një në Lushnjë, një nga zona jonë, që nuk e di mas e kam përmendur herë. Pra, dhe diçka tjetër. Fillu dhe ha një lloj sikur ke dhe kur nuk ke. Mos ndryshoj ritmin tënd. Luma ai njeri që di të administrojë, di të hajë dhe të ushqehet mirë, patek. Dhe ne vedim që nevoja të ul dhe të çon atje ku nuk ta pret mendja. Pra ai e dinte shumë mirë që këta njerëz ju dente kishin shumë për ulje, për ofendim që të shkojnë te salla e derrave, ose te zona ku rriteshin derra. Po jo me t'i prekje, jo me t'i haje, jo me të kërkoje të haje ushqimin e derrave. Të folurit me për ulje dhe butësisht zbut dhe zemrën e ngurtësuar. Në fjalët e urtra 15 vargu 1, përgjigja e ëmbël e fashit zemrimin, por fjala therse e nxit zemrimin. 25:15, me durimin i mbushet mendja një princi, dhe gjua e ëmbël thyen dhe kocka. Ky djali diçka kur erdhi në vete diçka e kuptoi.
Nuk kishte më atë lloj natyre rebeluese edhe kërcënuese siç e kishte në fillim. Po kur u kthye, kishte natyrë tjetër. E kuptoi plotësisht që ishte gabim. Dhe i kërkoi atë të farë. Ta arrish ta pranosh që je gabim, unë mendoj që është fillim drejt suksesit. Në familje nuk duhet vetëm të bësh atë që të kërkohet, por nuk pati dëmshuri, dashuri, nuk ka vlerë. Sa për sy e faqe, sepse neve dim që do vijmë momenti kur nuk do të plotësohen kërkesat e tua. Natyra jote përsëri do dalë dhe çdo gjë është e kohë. Si punë e këtij djali. Për një kohë të caktuar, ky nuk u rebelua asnjë moment. Kur mori vesh që ky vëllai i madh, Henry, ku ishte therrë Vici, më i mirë, edhe në atë kohë ishte që nëse do të therrej Vici, më i majmur ishte që ishte festë e madhe dhe ti do thrisë të gjithë njerëzit. E njohur. Edhe ai pastaj rebelohet kundër atit. E gjithë ajo sjellje e mirë, gjithë ajo u kthye, u derdh përmys. Vetëm për një moment. Por lum kush ka të lloj. Nuk e di, je bien dakord të kërkosh falje dhe të falësh është hynore. Në këtë jetë ti do të kesh nevojë të falësh dhe të kërkosh falje. Sepse ne jetojmë në një botë në mëkat dhe do të bëjmë gabim. Do të lëndojmë njerëzit. Por sekreti është, çelësi është që ti kuptoj për të mësuar, për të kërkuar falje, për të kërkuar një mundësi të dytë. Pra edhe ne dim që nëse nuk jep, nuk do mund të marrësh. Nëse ti nuk fal, si mund kërkosh falje? I kujtohet historia që Jezusi tregon që ishin dy borxhlinj, ishte një edhe ky pastaj i kërkon lek ose do futesh në burg, edhe i thot mirë. Ai i kërkon mëshirë, kërkon kohë dhe i thot mirë, po të fal. Kur ti bësh lek një sill. Ky që kishte borxh kishte një tjetër që kishte borxh këtij. Edhe ky çfarë bëri, mori edhe e dhunoi, futi në burg. Edhe ky që kishte akoma më shumë lek, i tha ti nuk patë mëshirë me pak, po unë që të kam në dorë jetën. Sa aq shumë lek kishte borxhe. Dhe e mori e futi në burg. Pra dhe ne vedim që mësimi është që nëse ti nuk arrin të falësh, do të vi dita, ne duhet ta pranojmë këtë, që do të vi dita që edhe ne vetë do të kërkojmë falje. Unë desha ta mbyll me këtë varg në fakt 26 deri në 28 tek Ezekieli. Ezekieli kapitulli 36 vargjet 26-28 na thot këtë gjë. Nëse ne vim tek Perëndia me një zemër të thyer, me përulje, duke kërkuar falje, Zoti thotë do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'jap një zemër prej mish, pra një zemër të dhamshëm, një zemër që ndryshon. Do të vë brenda jush shpirtin tim, pra do t'jap frymën dhe do të bëj që ju të esni sipas statuteve të mia. Dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia. Do të banoni në vendin që ju dhash etërve tuaj. Ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj. Pra, nëse neve vim edhe kërkojmë Zotit falje dhe kemi dëshirë për të ndërtuar një marrëdhënie, neve kemi veprat apostujve 2:38 që thotë pendohuni, përgëzoni emrin të Atit të Birit të Frymës së Shenjtë. Dhe ju do të merrni faljen, do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë. Edhe këtu na thotë që do të vendos brenda jush shpirtin tim, thotë Jezusi. Thotë Perëndia. Perëndia gjithmonë ne na krijon një mundësi, le të kërkojmë dhe ne të krijojmë mundësi të tjerëve edhe vetes tonë në radhë. Ne mund të jemi njerëz që kemi nevojë të kërkojmë Zotit falje. Ne mund të jemi njerëz që kemi nevojë për dashurinë, për kujdesin e Zotit, edhe për të tjerë. Besoj që jemi gjithmonë të gëzuar edhe manitur, unë gjithmonë është tabi, sepse Zoti na ka bekuar më shumë se sa ç'meritojmë, edhe është mrekulli që Jezusi është tek ne.